Ajo është një gjë e jona dhe ka një autor dhe ka dhe përgjegjësi. Nuk është pak. Nuk është një gjë e thjeshtë dhe me dhimbje po them që nuk riparohet me asnjë ndërtim godine, nga asnjë arkitekt, nga askush. Ajo që kemi bërë është shumë e rëndë. Më kritikoni shpesh edhe më thoshin po ndihmon protest. Unë nuk e perceptoj dot që një drejtor teatri të thot dikujt që do të protestoj, mos e vër prizën këtu, se këtu jam unë drejtor. Nuk e perceptoj dot që një drejtor teatri të mbylli ujë apo të mbylli derën e banjës. Nëse do kisha bërë në një nga këto veprimet, kur të më dilte dehja e drejtorit, ose unë nuk di drejtor, do të ndeshkoja shumë keq vetë. Gjë më e vogël do shkoja të ngujohesha diku, të mos dilja më në publik, nëse do kisha bërë një nga këto veprime. Unë kam qenë jo në krahun e protestës, se protesta ka pasur oscilacionet e saj, por kam qenë që të mos prekej godina. Dhe në fakt, godina që është kompleks, është një histori e madhe jona. Një histori e madhe që nga ndërtimi, që ne ja faturojmë italianëve, me të padrejtë, deri tek historia e shpirtit. Me që më pyetët do bëni pak durim tani. Patjetër. Unë do të ndërpres pak logjikën. Ndryshe nga muzika në teatr, çfaqja më e madhe nuk është ajo që bëhet në skenë. Çfaqja më e madhe është ajo që bëhet në kokën e gjithë secilit, në mendjen, në shpirt, në qendrën e gjithë secilit. Edhe në qoftë se në një sallë janë prerë 300 bileta, në sallë nuk janë 300 bileta të 10 aktorë, pra nuk janë 310 veta. Janë të gjithë personazhet e çfaqjes së kokës suaj, që janë njerëzit tuaj të dashur, njerëzit që urreni. Pra, ka një mori shpirtra. Veç shpirtit tuaj ka një mori shpirtrash, të cilat ndikojnë mbi shpirtin tuaj. Kjo tërësi shpirtrash, e cila është tërësi netësh, tërësi vitesh, tërësi dekadash, përbën një shpirt të cilin nuk e zvendëson as një godin, as një euro, as një dollar, as një beton, as një xham që vjen më pas. Kjo ishte arsyeja që unë nuk doja të prekej godin. Tjetër, ajo godin është ndërtuar si një qendër zbavitëse, kulturore, italo-shqiptare me emrin Skënderbej. Dhe arkitekti fillestar ka qenë italian. Arkitektin e pagoi familja mbretërore italiane. Të gjitha parat, edhe toka, edhe parat, edhe punëtorët italian që kanë ardhur, janë paguar nga shteti shqiptar dhe nga taksa paguesit shqiptar. Pra, me përjashtim të arkitektit, asgjë tjetër në taksat tona. Guri i parë është vendosur në 6 janar për 2 arsye të mëdha. E para se 6 janar është dita e pagëzimit të Krishtit, dhe e dyta për ta sfiduar Fanolit, Zogu e vendosi edhe ditën e ditëlindjes së Nolit, për të thënë që unë jam njeri me kulturë. Këtë e them për herë të parë të kjo. Dhe kinemaja, salla e kinemas, e mori emrin Savoia. Në vitin 43, kur erdhën gjermanët, italianët ishin tradhtar. Kishin tradhtuar, atëherë ata e hoqën emrin Savoia dhe vunë emrin Kosova. Kosova? Pra nga viti 43, kinemaja e Cirkulo Skënderbegut e kishte emrin Kosova. Mbaroi lufta, ikën gjermanët dhe në 14 maj të 1945-s, aty u vendos teatri i shtetit me seli në kinema Kosovë. Propozimin gjermanëve për ta vendosur kinema Kosovën e ka bërë Xhafer Deva. Emri Kosova nuk u rrinte mirë, teatri i shtetit nuk u rrinte mirë serbëve. Që ka pas dikim shumë madh në ato vitet. Dhe ishte teatri në kinema, nuk ishte mirë për ta. Nuk shkonte. Atëherë udhëheqësi i asaj kohe tha, kush mund të na bëj këtu një godin teatr? Dhe u gjend një njeri që nuk ja thon emrin, që quhet Shadan Toptani. Ky është autori i teatrit ton kombëtar. Shadan Toptani kishte 2 profesione të rëndësishme. Njifte mirë arkitekturën dhe ishte skenograf, edhe piktor dhe njohës i shkëlqyer i muzikës. Dhe filloi, dhe për 2 vjet kineman e ktheu në teatr. Dhe ajo që bëri shkëlqyeshëm është që ai ishte njohës i shkëlqyer i volumit, i hapësirës dhe i akustikës në teatr. Dhe në momentin që ai e mbaroi në vjeshtën e vitit 47, ju hoqi emri Teatri i Shtetit dhe ju tha Teatri Popullor me seli në Teatrin Popullor. Pra u ndrrua emri nga Teatri i Shtetit në Teatrin Popullor dhe këtë emër e mbajti deri në vitin 1989. Dërsa po kishe lindur ti. Isha 2 vjeç. Po, 2 vjeç. 87, sa po kishe lindur, isha 2 vjeç. Ka qenë Teatri Popullor. Është bërë një ndërhyrje në vitin 1978 të zgjerimit të skenës, por autori i
teatrit kombëtar është Shadan Toptani. Shadan Toptani. Dhe disa skena të Shqipërisë mbajnë firmën e tij. Po pse se thonë Ç'është këto? thonë me Sepse vërtetë? ai vjente nga familja Toptani. Ishin Borgjez, ishin Tani, pronar tokash. për shembull, edhe ju të dy, edhe unë, deri para shumë vitesh, domethënë, e kemi ditur që Akademinë e Arteve ka bërë italian. Po. Po. Okay. Akademia e Arteve nuk ka pasur sallë. Akademia e Arteve ka qenë e vetmja dopolavoro në Tiranë dhe ishte hoteli i në punësve dhe i oficerëve të lartë që punonin në universitet. Dhe aty ishte hotel. Dhe kishte vetëm një sallë mbledhjesh, nuk kishte skenë. Aty është bërë në 46 janar është mbledhur asambleja e parlamentit. Po. Dhe ka qenë ashtu deri në vitin 52 parlament. Pra me një sallë pas skenë. Ajo skena brillante 52-shin deri në 57-ën, atë skenë, mbasi kishte mbaruar teatrin kombëtar, e ka bërë prapë Shadan Toptani. Dhe ajo është një sallë e shkëlqyer. Çfarë ka ajo gabim? Pjersinë e madhe. Po pjersinë e kishte salla e parë. Nuk e ka bërë Shadani. Shadani ka bërë harmonizimin dhe ndërtonte shumë mirë pasën akustike. Pra, ju jeni muzikant. Po, është më rëndësishme. Që është violina dhe violina ka gjithmonë një kunjë atje brenda që quhet shpirti i violinës dhe teatri ka shpirt. Këta që po hedhin beton po gënjejnë vete. S'do arrin Dhe kohën. veç të tjerave, për shembull, nga veri, nga lindje perëndim që duhet një sallë, këta e kanë shkruar, e kanë thyer, ka që një veri jug sallë, se janë me problem. Nuk ka që edhe këto gjonat elementare nuk... Po sepse nuk ka lidhje ai me këtë punë, ai ka lidhje me lekët. Ai që ka ardhur, ai ka lidhje me lekët. Ai pi, shumë dhe ikën, nuk ka lidhje ai me këtë punë. Nuk ka lidhje me... Shmënduria. Dhe në verën e vitit 2004, bashkë me 3 vetët të tjerë, të cilët do t'ua përmend emrin, Robert Floq, një konstruktor nga më të famshmit në Shqipëri, Kristo Çalla, skenograf, dhe Akim Mameti, inxhinier druri, kemi hedhur idenë e ndërtimit të qytetës teatror. Një qytet, pra me ajo ishte një sallë, ku do bënim edhe 6 salla të tjera. Rikthimi në teatrin kombëtar eksperimental i imi, do thotë mirë të vull, po pse u riktheve? U riktheva për të mbaruar këtë projekt të madh. Dhe shkuam deri te 6 salla. Pra, në teatr në korpusin. Nuk është prishur teatri kombëtar. Është prishur qytesa e teatrëve kombëtare me një kompleks sallash brillant, të formave dhe të stileve të ndryshme që krijojnë një raport të ri midis publikut dhe kishte salla kuadrat, kishte salla më të vogla, kishte salla të gjata, siç janë tek. Domethënë Iram në mënyrë, për shembull, thuhet që ishte godinë e vjetër, nuk ishte godinë e vjetër. 80% e teatrit, duke ruajtur ngacmimin fillestar të arkitektit italian, të arkitektit edhe të teknikës së tyre, ishte bërë re, ishte me kolona betoni, të reja. Plus që edhe po të ishin të vjetra, ajo nuk ishte ndërtuar, ishte një kapriçe arkitekturore. Ran 2 tërmete dhe nuk një plasëritje, sepse ajo që edhe këtu ne bëjmë gabim, nuk flasim. Ajo që ata e quajnë populit, pra në gjuhën në zhargonin popullor, në gjuhën profesionale të ndërtimit quhet Herakli, Herkul, e fort. S'ka shanse me... Për shumë, provoni të merrni Artan Shkrelin ose Lamen dhe thuajeni këtë, do thonë po, quhet Herakli, quhet e fort. Pra, godina ishte një kapriço dhe ishte kapriço sepse materiali, për shumë të tregoj materialin tani se çfarë ka qenë është një gjë. Ishte shumë i fortë, domethënë. Jashtëzakonisht i fortë dhe ishte bërë i lehtë, për ku e kishte forcën? I lehtë në ndërtim, i lehtë në peshë dhe forcën e kishte për shkak të tërmetit, se arkitekti ose ata që e bëjnë nuk mendojnë i dashur që do shkoj dikush me vare dhe t'i bjeri asaj. Normal. Ajo është një godinë idilike, ajo është metafizike dhe ata metafizikën dhe idilika, edhe ata që e bën, dhe ata që erdhën mbrapa deri tek unë, e kishin shumë parasysh. Forcën e duhet ta ketë. Po të biri tërmet, mos të zëri njerëzit poshtë. Këtë e kishte. Është normal. Tani, këtu hedhin beton, bëjnë kolona të mëdha. Për garanci. Ai e kishte bërë shumë më thjesht, shumë me pak kosto dhe shumë me shumë intimitet. Se teatri nëse nuk të fton. Pra kishte finesë aty brenda. Patjetër, por kjo që po ndodh, kjo që po bëhet, është qendër tregtare. Po. Nuk ka lidhje. Diku aty do ketë në teatr, në gjë të vogël. Ajo pra është. Ajo po ndërtohet diçka tjetër dhe hajt bëjmë një teatr aty përpara se ka qenë teatri. Se do bëhet teatr. Domethënë teatri në thelb të fton.
Pikërisht. Të fton. Dhe ajo ftesën e kishte shumë të mirë. Hollet, mënyra si hyje, shkallët.